Asambleja e Entitetit Serb e Republika Srpskas ka nisur diskutimet për kushtetutën e re, e cila ja jep vullën ndarjes së Bosnjë-Hercegovinës. Në dy seancat e asamblesë diskutohet dhe pritet të miratohet kushtetuta e re e cila Republika Srpskan e njeh si shtet të popullit serb në Bosnjë, me të drejtën e vetëvendosjes, të formimit të ushtrisë dhe zhbërjes së Këshillit të Popujve. Kushtetuta vjen pas ligjeve kundër punës së institucioneve të drejtësisë në territorin serb dhe me lajmin e ditës se Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka lëshuar urdhër për ndalimin e Milorad Dodikut me qëllim që ta marrin në pyetje. Dodik prapë është barrikaduar duke u zotuar se nuk do t'i përgjigjet thirrjes së prokurorisë. Për sulm ndaj rendit kushtetues, posti prokuroria i ka ftuar për intervistim edhe kryeministrin Radovan Višković dhe kryetarin e parlamentit, Nenad Stevandić. Një ndër njerëzit më të mirë të politikës serbe thotë se urdhri i prokurorisë për 3 persona e jo vetëm për Dodikun e ka shmangur një situatë ekstreme. Megjithatë, analisti Ben Andoni paralajmëron ditë të këqija për Bosnjë-Hercegovinën, madje edhe për vetë ekzistencën e saj. Unë shpresoj që ky ngërsh të vazhdoj, të ketë një lloj status quo-je, në mënyrë që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos zoti Rubio të çojë emisarët e tij, problemi të ketë një lloj trajtese krejtndryshe. Po me çfarë shikoj, duket që Republika Srpska është futur në një ull tashmë në një ull pa ndarje drejt shkëputjes nga Federata e Bosnjës. Andoni beson se çdo marrëveshje ndërmjet Rusisë dhe SBA-s do të përfshijë problematika që ndërlidhen indirekt me Bosnjën dhe Kosovën. Për Kosovën do ketë momente shumë të vështira tash, në momentin se si do futet në dialog me Serbinë, ashtu si në Bosnjë do ketë një lloj të themi qetësie për Republikën Srpska, qetësie them me thonjza sepse do vendosen në një lloj protektorati të Rusisë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vërtet kanë thënë që nuk do kalohen vijat e kuqe dhe do respektohet Daytoni, por ju e dini që po flitet për një Dayton të ri. Marrëveshja e Daytonit që i kishte dhënë fund luftës mbi 3 vjeçare të Bosnjës, këtë vit mbush 30 vjet nga nënshkrimi, ndërsa palët nënshkruese u pajtuan për shtetin e njohur si Bosnjë-Hercegovinë, të ndarë në 2 pjesë, Republikën Serbe dhe Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Megjithatë, tash e një kohë, Dodik i mbështetur fuqishëm nga Serbia dhe Vučić. Si dhe faktori rus, Haptazi ka shfaqur ambicjet dhe ka ndërmarrë veprime drejt shkëputjes, përkundër kundërshtimeve të forta nga komuniteti ndërkombëtar.